Prishtinë dhe Anasjeltas. Amantina, përshëndetje, po e kaloj linjën për ju. Po, vëndet, faktikisht, si që thatë edhe ju, është vendim totalisht vetëm i shoferëve, cilët operojnë në Fushë Kosovë, Prishtinë dhe Anasjeltas, ose ndryshe si që njihen taksistat nisha. Në fakt, disa nga ta na u arsyetuan se ngritja e çmimit, pra në €1 sa ka qenë kjo e fundit në 70 cent, është bërë për shkak të rritjes edhe çmimit naftës dhe sipas tyre detyrimisht ka ardhur edhe kjo tek ngritja e biletës për shkak se nuk mund të mbulojnë shpenzimet e tyre sa i përket operimit në Prishtinë Fushë Kosovë dhe Fushë Kosovë Prishtinë po ashtu. Sa ky nuk ishte i sjellshëm dikush tjetër që në mënyrë agresive na u qas si kamermanit Amarit po ashtu edhe mua dhe i njëjti po bënte po ashtu mund të themi ndoshta të njëjtën duke na fotografuar që nëse një gjë e tillë ose një pamje makinës e tij nga ai po merrte klient do të dilte, atëherë përsërisht ai do merrej vesh ndryshe me ne. Lën kjo anash, ne patjetër që biseduam edhe me ata cilët në fakt janë linja private nga qytetet e tjera të Prishtinës, qytetet e tjera të Kosovës drejt Prishtinës, Malishevës, Prizrenit e tilla. Në pamundësi për të marrë një përgjigje nga shoqata, folëm me disa nga ta dhe na thanë që akoma nuk është diskutuar për një ngritje të çmimit të biletave të tyre, por që gjithsesi kjo vjen nga shoqata dhe nëse një gjë të tillë merret si vendim, patjetër që ta respektojnë dhe nëse ata mendojnë që duhet të ngritet edhe biletat sa i përket qyteteve të tjera drejt Prishtinës, atëherë do ta ngrisin. E sa i përket operimit urban këtu, nga trafiku urban u tha që një gjë e tillë as nuk diskutohet dhe as nuk do të ndodhë as tani as në të ardhmen dhe nuk është diskutuar as të ditë që sapo ka ndodhur kjo ngritje e çmimit. Ndërkaq, Inspektorati i Prishtinës na tha që ankesa nga klientët nuk është që kanë marrur pra nga qytetarët, por që janë duke ju dhënë gjobat gjithë taksistëve të cilët në mënyrë ilegale, pra nishat janë ilegalisht cilët operojnë në Prishtinë dhe Fushë Kosovë dhe që është ngritur pashtu kogja shumë numri i tyre, por që sipas tyre duhet një koordinim më i madh sa i përket komunës së Fushë Kosovës, meqense kjo fundit ju ka dhënë më shumë leje për të operuar sa brenda qytetit të Prishtinës. Qytetarët patjetër që thanë se një gjë e tillë nuk duhet të pranohet dhe fatkeqësisht ndodhi, por që shpeshherë shohin si të vetme mundësi për